Delvina ime dashur, vëndi i lindjes, i jetës, i fëminisër, lufta jote e para 82 vjetëve, lufta qetave partizane në brenda qytetit, në lagjen Xharmahall, më solli me mendje dhe zemër prapë të ti. Jam sot me ty në këtë përkujtim të traditës tënde, po dhe të kohës time, të asaj fëminie të vështirë, po shumë heroike. Vitet 42, 43, 44, ku lëvizja jonë nacional shqiptare, ku ajo luftë e radishme mori përmasat e saj dhe finalizimin e saj, unë isha në dispozicion të familjes, duke shqitur vezë dhe sene tjera, në fillim në ushtrin italiane, që ndërtoj gazermat në lagjen time Vare, kopshet dhe trojet e banorëve mulloj me një rjet gazermash, pastaj me ushtarët grek që i unë për para italianët në luftën italo-greke dhe u vendosën në ato gazerma ushtarët grek në Delvinën time dhe mandej mbas kapitullimit të Italisë në shtator të 43-shit, në Delvinën time, në ato gazerma, u vendosën repartet gjermane si pushtus të ardhur nga Greqia dhe nga tregtive të tjera. E përjetova 9 vjeç 7 prillin e 39-ës, po me një ndërgjegje të avancuar. E dija që dyqja thoshte shprehjen demagogjike, Albania e nel mio cuore, Shqipëria është zemrën time. Po, kjo shprehje demagogjike e një pushtuesi tipik fashist bashkë me nazizmin gjerman, kishte një përmbajtje të saktuar, kishte çizmen italiane, kishte bersalierët italian që me motora, me reparte motora, më kaluan në rrugën kombëtare para oborit të shtëpisë time, nga Saranda në Delvin, nga Delvina në Gjirokastër. Por nuk mund të harroj unë atë moment që pushkë i bënë trimat atetarë shqiptarë, jo vetëm në Durrës me Mujor Qinaku e në Vlorë, po edhe në Sarandën time, 16 kilometra laktiran. Edhe në kodrat e Delvinës, front të lufte, u bu Delvina, time dhe flak atë natë në kujtesën time. 13 vjeçare gjysmë, ajo luftë, ka lënë gjurmën të thella, ishte Leila Malo, bia 15 vjeçare, e cila më e vorshkël se pushka e saj, atë muaj të korriku të 24, kishte dalë partizane, kishte dalë në mal me shokë të tjerë, dhe pas 2 javësh erdhi në qytetin e saj, me front lufte në lagjen e saj Xharmahall, luftoj dhe atje ra. Ajo ra si heroinë, po Gjerman dhe sidomos veglat e tyre, balistët, pa pik qytetarie, pa pik njerëzëllëku, si tradhtar dhe gërsira i tërheqën zvar në për qytet që t'ju kallin të merin
banorëve. I quanin në sheshin e Delvinës rrës rapit shekullor dhe atje të shtrirë tentuan që t'ju shkonin dhe hellin. Siç ja shkojnë qenjave ose kesave të tjerë. I lanë atje trimat, djemtë e nënave, trimat partizan. I lanë derisa mori erë qyteti nga kalpëzimi, ky është barbarizëm me të vdekurin, një shenjë antinjëzore, një shenjë shtazarake, që nuk e shkon në mend botës as vendit më të egër. Këtë e bën në Delvinën time edhe sot e kësaj dite, është pllaka lapidar me emrat e të rënëve që ju kujtojnë brezave, se para 82 vjetëve këtu kanë rënë këta bi dhe bija rënër për lirin, për Delvinën, për Shqipërinë. Leila Malua, kjo heroin që nderoi veten, trungën e saj dhe Delvinën, ishte një vit me madhe se unë, por unë kisha lidhje me të. Isha me Neim Malon, i cili bashkë me vëllain tim, Surja Hakon, shkuan në brigadën e 12 në Malë. Isha me Ferdin Malon, moshatarin tim, dhe këtë vajzë të njohur nuk e kisha takuar, por e takova si luftëtare, e takova si heroin, ashtu të shtrirë si dëshmore e atëut, dhe për më tepër e takova të torturuar barbarisht nga ballistët. Këtë pamje kam qenë e pashë, e përjetova dhe më ngeli në jetën time si pika e kufirit midis adetarisë dhe tradhtisë, midis patriotizmit dhe mercenarëve. Me bë edukat parimu dhe heqës. O jeto dhe duaj e vendin dhe popull të lirë, o kalbu si tradhtar me shpirt renegati, shiko interesat, shite lëkurën dhe shpirtin të njëri apo tjetri pushtues dhe moho atëre. Kjo demonstrua në atë sheshë